Kemi qenë në aspektin ekonomik, dikush më mirë, dikush më keq. Unë jam vëlla i 2 vëllezërve dhe i 5 motrave. Pra jemi 8 fëmijë. Dhe kuptohet jemi rritur me shumë malli në fëmijërinë tonë. Dhe me qenë se jemi te pjesë e gatimit, në mënyrë që të shumë fishohej ajo pjesë e ushqimit që gatuan te nëna, e pastaj përdorte një lloj, si thua, shtrivi, në këtë rast. Skuqte një vezë, pastaj hidhte shumë ujë, e hidhte edhe sheqer, dhe kur e hidhte në tas, ai dukej shumë. Kështu i rrit. Nuk e kam për turp ta them këtë gjë. Realisht, sepse ato ishin mundësitë e prindërve të mi, e kam për krenari që na kanë qëndruar pranë, na kanë edukuar, na kanë formuar, na kanë rritur, mu dhe motrat e vëllezërit e mi, dhe na kanë bërë këto që jemi sot.